Radio Me Friends. Përshëndetje të gjithëve. Sot jemi nga Katërshja. Jemi kanë që ndoshta do të pyesin, ndoshta ajo të katër latin se kemi edhe një biond. Kemi edhe një suedeze. Ska gjonde Niko, jemi li kraja sot. Ja. 2-1. Po mirë se vini një herë, Paloma, mirë se rikthehesh në radion tënde të zemrës, në Top Albania Radio. Vërtet është një emocion sa herë që vi këtu tani si e ftuar, nuk e imagjinoj dot veten kur prisja dikur tani e ftuar. Dhe që tek ashensori poshtë, ju lutem duhet të vinë t'ju marrin. Se si më duket si më ka pushtuar krevati. Zemra ka ndryshuar kohra. E kam bërë, megjithatë shqyr që keni ecur përpara sepse është një ëndër që vazhdoi shumë bukur. Domethënë na hapat e duhura, kështu që sukses edhe Top Albania Radio. Pra siç e kuptuat, në studio sot në Pardon My French me mua dhe me Arbër Çepanin. Nderuar, po. Është Palomita dhe Niko Komani, i cili çdo të mërkur tashmë do vit ju adrell. Do të vit na e dridhi në këtë studio. Sot Niko ka ardhur me ca syze që pra që i ka të dridhura, të dridhura. Mirë çik më mirë ti provoj çfarë syzesh. Nuk e di çfarë quhet, të ketë quhen këto apo? Ketë diçka. Ket something, ketaj, po janë i përshtatem formatit tënd, Paloma. Janë shtrenjta. Janë shtrenjta, nuk janë të lira. Mirë se vini një herë, siç e kuptuat, sot do të kemi pak rëmuj në radio, do të flasim për fashion, se si janë veshur në 2 prajmet e fundit ata që i ndjekim 24 në 7, yjet tan, rrushat për Arvrin, dhe po ashtu bashkë me Palomën do diskutojmë edhe dinamikat se çfarë ka ndodhur këtë ditë, po edhe për prajmin e djeshëm. Harbër. Tani do na bëni pyetje neve, apo kemi form bashkëbisedimi, si e zhvilloni? Si të duash ti, Paloma? Po ku të lëti të bësh vetëm pyetje ama. Dizet zjarri se pastaj flakërim vetën. Si të duk prajmi i djeshëm, na thuaj pak. Më duk një rromuj e madhe, nuk e di pse e kanë bërë aq pazar, pse bërtasin aq shumë. Domethënë kur nuk kanë më argumenta, fillojnë dhe zën zërat e njëri tjetrit dhe krijohet një kakofoni e frikshme aty, saqë nuk kuptohet më se kush do të thotë vetën, bëhet një pazar. Do të thënë, aty duhet të punësohet edhe dikush që t'i qepi gojat gjithsecilit, që gjithsecili të japi në heshtje mendimin e tij, ose dikush që i bën mikrofonat mute. Prapë dëgjohen, është prapë menduar se ata veteranët tani nuk bëhet më se ai i pari ku kam qenë, thot Paloma. Atëherë kishin të gjithë me edukat një nga një. Me thënë të drejtën, edukatën që kemi patur neve është për të patur zili, sepse kemi qenë edhe të parët, ë. Domethënë kishim halle si do duhet. Kurse këta moj motor, more vëllezër, sa po kalon çdo edicion e kanë hap krahun fare. Domethënë kush shaj më shumë, domethënë duhet me u ndryshuar emri. Ju flisni të Paloma, po bëni dhe batuta, domethënë. Për shembull, mbaj mend batutën tënde legjendare. Ha moj, ha. Se ti do ta kuptosh mbash shënime, ka një regjistër aty. Se ta hap cilin edicion. Iliri tha 2 dhe ti i the dhe si, më tha 2. E sta thot Jonita. 2. Dyft. Pip! Do me thënë, mirë, aty me të hyme, me dalme, do me thënë, po i kemi pas të lezetshme. Kanë qenë të lezetshme edhe kur ju shije filxhan. Do me thënë, kush ishte në nominim, thoshte Paloma, këtë të shtunë, ke një rrugë për të bërë. Unë mendoj që nga stafi tani duhet na japë edhe neve një filxhan, edhe ndërkohë që ne flasim kemi kohë përpara na parashikoj edhe ne. Po tani e pash Fifin që i ku petlla aty edhe fillova duke zbutur situatën, do të vi një dashuri e madhe. Dhe erdhi në fakt, ja ke gjetur. Do me thënë, ne binjakët kemi që ku ndjellim dhe korrim, kështu që e kemi atë gojën, mos të zënë të goja jonë. Bravo Paloma, ja shikon që Fifi di pas ka dalë. Ti Niko si e pe Prime-in edhe si ishin? Se fillim ka shumë diferencë madhe Bigu 1 me Bigu 4 në veshje, se këtu po vishen për mendimin tim shumë herë më mirë se atëherë ka qenë edicioni i parë, aty ka pas shumë gura, xixa. Evente, Oscar. Kurse te ky edicion më pëlqejnë të gjithë, hiç 2-3 persona që ndonjëherë gabojnë, po janë shumë ndryshe. Dje mua më duk në të vërtetë si pazar. Do të thënë, arrita një farë momenti e pash veten dhe duke ndetur me celular në dorë duke kontrolluar diçka tjetër se nuk më lodhën në një farë. Do të thënë je dakord me Palomën që po bënin goxha. Do të thënë kur e bezdisin Palomën që është llafazane vetë, si imagjino se çfarë. Imagjino sa herë ju ka bërtitur Ledioni dje dhe prap ishte pamundur, nuk ka më duhet ja qepin atyre njerëzve. Aty duhet jetë dikush i punësuar që t'ja qepi goja. Qofse do rizgjidhje prapë te 1 apo te 4, ku do rizgjidhje?
Shiko, këtu është emancipuar bukuria, se te katra, domethënë ka shumë goca të bukura, ka shumë, po gjithmonë do mbetesha tek ajo atmosfera ime, sepse aty ka pasur dhe një çik më të mëdhenj, kështu që ishim më të pleqëruar ne, domethënë tek i pari, dora jon, edhe siç u bëm një grup i lezetshëm që kishim një alkimi me njëri tjetrin që na lezetonte ai muhabeti, në përjashtim të ca kokrave që na çmendën, edhe pse mua ai Big Brother me iku nga shalët. Po e them kështu. Po të më jepet mundësia ta dini se unë nuk kam treguar absolutisht asnjë gjë nga vetja ime aty. E di pra Lome, e di ta. E para sepse që tek pjesa e familjes, që rikujtoj edhe një herë që ndoshta ishte një emocion që për ata që e kanë provuar e din shumë mirë se si ndihesh dhe se si do të rrëfehesh, dhe mënyra se si u interpretua ishte pak shumë herë më e madhe se ç'doja unë, sepse në vend që të motivoheshim u demotivuan. Paktën pala tjetër, duke qenë se suporti dhe gjithë lufta që bëri për të hequr dorë nga ai ves, ju shpërblyen atë farfeq dhe sot e kësaj dite thot, të lutem mos më nxirr asnjë foto në Instagram. Nuk dua më të përfshihem me jetën tonë vipërore. E ka zënë tmerri dhe her pas here Jonida është edhe të lutem hiqni ato lajmet. Mi zhdukni ato lajmet. Çfarë ti bëj gojës tasaj? Jo, shikoj ishte një rrëfim shumë i sinqert që normalisht do doja, po të ishte për shembull Ledionit do ta kishte trajtuar në mënyrë më të butë, më solare, domethënë sepse u godita 7 ball dhe nuk e meritoja në atë farfeq që të kisha një përballje me një xham në mes, të bëj kaq e madhe tragjike, unë hera parë që po e them në radio, nuk doja që të ishte aq tragjedi e madhe rasti ynë, sepse çdo njeri në shtëpinë e vet kalon vështirësi, është e kohët që neve të tregojmë një jetë moderne, pa strese, luma ai që diti përballoj, luma ai që ditja dali, luma ai që ditë suportoj familjen. Mendoj çdo çift perfekt ka kështu. Dhe kjo ishte një moment shumë i pastër dhe i sinqert i imi që nuk duhet kishte atë fund. Po fundi është i mirë, Paloma, ju jeni patjetër, po në kurrizin tim jeni shumë mirë bashkë tani, kanë kaluar 3 vite. Pra jemi i dieshëm dhe i së shtunës, Niko? Më pëlqeu më shumë i së shtunës që kaloi, ishte pak më argëtues, jo ka shumë zëra, plus pam dhe çfarë ndodhi me Eglin, domethënë u përballa me gjithë videon, por mendoj te ky prime ishin të veshur më mirë. Okej, kush ishte? Për veshjen e keni apo edhe për dinamikat? Në përgjithësi, po Niko flet edhe për paraqitjen. Dje mendoj që kisha një treshe tjetër, vazhdonte ishte Danja në vend të parë, që ishte si Barbie, ishte bërë si Barbie. Dhe Danja se ka humbur vendin e parë, më duket të gjitha janë që kemi folur. Ja mori Rozana. Ja mori Rozana. Më vjen keq. Më vjen keq. Te top 3-shja janë dy kundërshtarët më të forta që dje nuk e dia ishte rastësi apo jo, po ishin me të njëjtën ngjyrë. Më pëlqeu sepse njëra e kishte në version kostum, pra pam dy femra se si mund të trajtojnë një ngjyrë që është trend. Dhe që mund t'ju shkojë të dyjave. Dhe se sa bukur mund të duken në prime, aq thjesht. Se mua më duken po Gerta, si të duket? Po pra Gerta dhe Rozana thot ishin mirë. Mirë, okay, në përgjithësi si të duket. Mua më pëlqen. Veshja. Edhe si personazh, stili. Më pëlqen gjithçka që kanë të përbashkët me Rozana. Do rrifemi. Ti Paloma më pëlqen. Danja direkt në temë. Danja më pëlqen, është shumë klasi, është ka një figurë të pastër. Flasim për veshjen apo dhe si personazh? Si personazh. Për veshjen kemi Nikon. Tani për femërori më pëlqen Rozana deri diku, jo gjithmonë. Domethënë situatat e ditëve dekorave të fundit e kanë mbështetur totalisht. Un jam në varësi të situatave, sepse njerëzit nuk e kuptojnë që kjo s'ka qëndrueshmëri, po nuk ka lidhje, nuk ka të bëjë me qëndrueshmëri. Se janë dinamikat që ndryshojnë. Eksakt, domethënë nëse dikujt i jep të drejtë për një situatë, edhe pse e ke kundërshtar dhe se ke pëlqyer ndonjëherë, për atë situatë i jep të drejtë dhe i ul kapelen sepse është pikërisht ajo që ti doje të shprehje, pra mendimi yt. Ndërsa gjatë gjithë konsistentat ndaj lojës që nuk e ka ndryshuar ndonjëherë stilin, domethënë tek ajo femra që e ka gjetur aty duke ulur rehat, më pëlqen Danja, pastaj luftëtarët e vërtet në lojë dihet se kush janë. Gjesti pa gjesti nuk do kishte Big Brother. Tani mos egzagjero kaq shumë. Tani Romuja sa shtëpia ai është. Big Brother do kishte sigurisht. Po do kishte kaq dinamika dhe kaq Romuj tani. Po gjesti i shtoi dinamikat edhe. Tani të flasim për nivele, pastaj fillojmë dhe i shtjellojmë një për një. Po është vërtet ka bërë content Gjesti. Por Gjesti ka ndryshuar rënjësisht
ndryshojmë pak termin. Pra, pa Gjesti nuk do kishte Big Brother dhe Gjesti I ka dhënë lezetin. Do duke I boring për një tip si natyrën time. Është më nice si fjali apo jo. Mua më duk djetë prajmi I dytë që nuk kishe gjallëri Gjesti. Pra mendoj se e ka humbur pak fillin. Po, mendoj, domethënë arsyeja kryesore pse Gjesti është fenomen, mendoj se ishte Egli. Pra kishte Bonnie and Clyde. Po. Ai çifti perfekt dhe ato të dy përfliteshin për gjithçka, domethënë në muhabetin e Valbonës me Laertin, në muhabetin e Rozanës, në muhabetin me Gertën. Tani dje sikur askush nuk po merrej me Gjesti po injoron. Jo, mësuam duke e parë në atë lloj forme. Tani domethënë që është zbeur loja dhe ai kanë presion vetvete që me çfarë duhet ta mbaj. Tani do na shtyjë muret e shtëpisë. Tani do jetë akoma dhe më kreativ. Kemi pak publicitet. Agresiv do thonë. Kreativ. Pak publicitet aty direkt. Dhe për shtëpi edhe 2 biles me qenë se mlat kështu. Po, më që të lash pastore pak. Por nëse do shoqëri dhe mua pas kanë lënë pastor me gjëra. Unë dhe Niko mos shkatët. Kështu që nuk kemi çfarë të themi. Tani Niko, më bëj këtë renditjen tonë të preferuar se cilët ishin le të themi pesqja jote. Atëherë për dje mund të them që pesqja ime preferuar ishte siç thash Danja, Rozana, Gerta, Rizarta, më pëlqeu shumë, si përfundim më pëlqen Rizarta se është ajo vajza e thjeshtë, ajo vajza që përdor veshje që ti mund t'i shifje në një restorant, po aty bukur, aty brenda gjën shumë bukur, shumë thjesht. Dhe më pëlqeu Jozi nga Meshkujt. Okej. Ishte klasik, normal, po. Plus aty shkojnë se ka fizikun, ëh. Po, mirë. Jo, do heq Jozin, do vë Loredanën. Loredana, ka filluar të pëlqej shumë ajo Loredana. Kurse më Tinzarja për mendimin tim, më duket shumë Rizarta, nuk e di pse çka një lloj impresioni që është diçka e veshur si ai djalli veshur me Prada. Domethënë e luan shumë bukur atë gocën e mirë, përpiqet që të mbajë këtë pozicionin, po ka disa sy, zot më fal, nuk e di, po më shprehin tjetër gjë. Pra është një tjetër, ka një tjetër mënyrë. Pra sipas teje nuk e ka atë mirësinë që tregon. Jo. Unë rrallë herë mund të flas me kaq kompetenca, por si binjake që apo prap kjo goja që nuk më pushon, më duket është shumë Tinzare. Zakonisht Tinzaret janë shumë zgjuar, din. Sa kohë u bën Rizartës në Big Brother? Gati 3 javë. Se përgjithsisht del gjithmonë, është informatë që ty të humb her pas here, po prapë shumë e vëmendshme. Dhe këta kanë merak të pjesën e aparencës. Është kjo që thua ti në një moment ose një tjetër do të dalë. Po do dalë patjetër, prit. Xham mjaftueshëm. Po prit se kush e bëri protagoniste Rizartën. Po marrëdhënia me prit andej. Më duket sikur si të duket. Më duket sikur do ekzistoj kurrë një gjë shumë fare pa kimi dhe pa interes. Nuk më pëlqen dhe s'ka për ndodhur asgjë dhe plus që nuk është tipi Aldos. Çka ka Niko, çka ka? Po shtrëngohem. Po shtrëngohem sepse pse Niko kundërshton? Jo, pse ka ndodhur? Ka dalë një video. Çka kishin bërë kështu shtrënguar? Ma shtrëngo mama. Po shtrëngo më ma dorë, shtrëngo më ma. Është e shprehur me edukat. U shtrëngova dhe unë. Po ato ishin ballë për ballë, ç'ti shtrëngonte? O Paloma. Dorën do t'i shtrëngonte dhe ti. Pastaj në këtë rast s'ka nevojë të thuhet se. Po si përfundim është shtrëngoja u? Lirohet të shtrëngohet vetë. Nuk e din tani se në një organ. Nuk gjithë mirësjellje. Shtrëngo mama. Na, pe fantazi na zgjove. Poezi komplet ishte, poezi mama. Jepu mama. Mama. Për abonimin premium ju lutem vendosni fjalkalimin. Është poezi e gjitha kjo. Por Paloma nuk është dakord me këtë lidhje. Ti Niko si e shikon? Asun jam dakord. Domethënë kot fare. Më mirë Loredana me Jozin se sa ata të dy. Ata ishin të lezetshëm, thon drejtë. Po. Shumë. Loredana Jozi. Që skuptoheshin kurrë me njëri tjetrin. Ai në botën e vet, me shejtanin e tij dhe ajo me. Ai është interesant. Jo, mendoj që dje Rozana kishte të drejtë. Domethënë që Aldo në të vërtet ka se kisha harruar gjithë faktin që çdo vajzë e re që vjen, ai flirton me atë. Mundohet të krijojë një çiftim, pra, po. Do Eglin. Janë shok ato zemra. Mirë, po s'është ndonjë gjë, ti je shok dhe të kesh simpati. Dhe të kesh shtrëngime. Për çfarë mama? Po. Oj Lomi. Po mendoj si çift do më pëlqente shumë
Edhe nuk e di a do bëhet nëse Ola me Jozin, duke qenë më cool Ola me Jozin se sa Jozi me Loredanën. Po. Nga që janë të dy kështu pak si cringe. Janë jo, më duken kuptohen më shumë. Që po ta mendojmë të sezon s'ka pasur asnjë lidhje kështu, lidhje, çifti vitit, që mund të themi çifti vitit. Ne këtë vit do ta quajmë skandali i vitit. Themi Paloma kështu ti. Po me çiftin pra, se s'kishim ne çift vitit. Domethënë vjet kishim, par vjet kishim shumë, domethënë nga shtëpia Big Brother kanë dalë çifte të vërteta. Kështu që përpoqën, po nuk mundën dot, domethënë. Tani unë besoj që për këtë marrëdhënie që ju po diskutoni, që po flitet për ai. Çfarë çifti ekziston nga vjet? Nuk është më ai çift. Mirë, u krijua sa dolën, pastaj kur dolën i kanë dorë njëri tjetrit. Sara dhe Bardhi janë me fëmijë. Kështu që nga Vashta, na falni. Nuk është se tash ishin on top që ta mendonim që e kishim vëmendjen gjithkohës aty, e kupton po? Tani ideja është që se rëshitën ata të dy. Aldo, si personazh, në momentin që Rizarta u bë pjesë e lojës valixhes me Gjestin, e sugjeronte afroju. Afroju buzë në jastëkun e tij të brish. Dhe pastaj ngushëllonte Eglin që qante dhe pastaj papritur. Pastaj erdhi Lardi dhe puthi. Dhe pastaj papritur. Atë Lardi ma bën të levdje dhe për këtë u mërzita shumë, sepse është disa herë që më pëlqen si lojtar, po. Ai debaton kur duhet dhe gjen terren, për shembull, edhe kur debaton me Rozanën, di që ka përballë një person i cili ja kupton ironin, sarkazmën e të gjithë gjërat, kurse me këta të tjerët nuk ka ç'bën, e kupton se vetëm fjala fundit pazari i rrugës, domethënë, kurse prandaj nuk konfrontohet dhe do atë qetësinë e tij. Po ti thuash për minoritetin, aty pastaj nuk ka dallim. Por gjithsesi një herë e bën maniak, gjë që nuk ishte. Kemi parë Gjestin, më falni ta them, popullorçe, me brek. Në përshpi nuk ndizim do televizorin e nuk e ndezim do akoma se ku do na del. Lertin e kemi parë dhe pa brek tani për lart. Jo, i shkreti ka ndruar aty tani avashti, se ka kapur disa fragmente kamera se ku do shkojnë, nuk shkojnë. Po nuk doli para kamerës dhe hoqet e Titanic, e kemi parë zemër. Jo, unë me thënë të drejtën e kam parë fragmente kështu shpëtim Aziz. Paska parë. Po gjithë besoj rrogën të madhe apo të vogël? Nuk kë? Rrogën. E di ai që i thotë Laert Vasili. Besoj të gjithë bien dakord që ëma e Laertit është për Big Brother. Ishte personazh në vetë. Duheshe të paktën një javë duheshe brenda. Po më fal se nuk e kuptova atë skenën. Tani pse i thaj taj qepi, mos flasi shumë. Për çfarë problemi kishte? Ajo bëri namin atë ditë. Po e ndezi motorin. Po i mori një 10 minuta të mira. Ai ishte për të bërë menaxher të kompjuter. Ai ishte televizive. Se i shkonde me mobilin. Shkonde me qendrën. Dhe ka njerëz që kanë shumë nostalgji. O Paloma, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Ke shtëpia me gjethe. O çu kënaq. Paloma gjithmonë është e humorit kur gjen një terren, kur ka kimi midis njerëzve dhe kjo dihet kur nuk mëngjisin bashkëbisedimet hesht ose thua ndonjë gjë. Ti je në katër Big Brother për shkak. Këto nominoj edhe pse. Këto tash s'mund ta them. Jonidën. Mua s'ngel hatri. Si peshore që jam. Ti Niko kë ke kështu për zemër që të zhdukje nga kjo studio. Që të zhdukja. Nominoj Palomën zemër. Një binjak, heq një binjak. Është konflikt interesi. Një tjetër shkon në finale pastaj ta fitoj. Është konflikt interesi. Dje u bën edhe disa, le të themi, debate të cilat edhe i kishim parë dhe vazhdojnë të zjaten, vazhduan edhe gjatë darkës, po flas për Rozanën dhe Gertën, të cilat po vazhdonin edhe sot përpara se të dilja nga shtëpia në po të njëjtën brim. Unë vdes për ato të dyja. Shiko, e di si është puna, më fal. Do thoya që ato të dyja për mua janë Big Brother. Nuk e di, domethënë ato pa ato nuk do ishte një Big Brother, ishte tepër boring, opinioni im. Okej. Ti si, domethënë të pëlqejnë të dyja. Po. Shoqja Rozanës, del Rozana nga vetes, ajo e ka vënë qëllim, domethënë që kur erdhi Kimetja, si e kishte vjera vet aty,
ti biem Rozanës dhe me sa kuptoj ja ka vënë qëllim vetes dhe ajo është siç e tha dhe Arbridi është vegla e vetme që i ka mbetur për të sulmuar atë që e kishte piksynimin që në fillim dhe për të nxjerrë nga vetja si Rozanën dhe Lartin. Kështu që tani do t'i çmendit rrud zakonisht del Rozana nga vetja, domethënë ja ke njohur limitet. Zemra më ka çuditur për këtë durim, domethënë, sepse me gjithë ato ulërima dhe gjëra, sepse në fakt janë përmendur gjëra që e prekin, por me sa duket ti sapo e the që për ta nxjerrë nga vetja duhet ta prekësh atje ku i dhe më shumë. Po me thënë të drejtën nuk më është dukur që është nervozuar, por nuk ka kaluar limite. Se kanë thënë të tëra të shkretës, të tëra e kanë thënë. Nuk kalon limite, kam fjalën te gjërat të cilat mund të bëjë një njeri në nerva e sipër dhe mendoj që dhoma e rrëfimit mund të jetë vendi i përshtatshëm për tu qetësuar ndoshta dhe për të diskutuar. Për madje ka ndetur goxha tek dhoma e rrëfimit pas debatit ishte. Dhe me sa kuptova nga gjithë tensioni që kishte dhe e kuptueshme, domethënë, sepse ju hap një temë të cilën unë e di që i dhëm shumë, kështu që besoj që bëri zgjedhjen e dur për të shkuar në dëm të rrëfimit. Unë po pres momentin kur Zana ti bëj një surprizë dhe shkoj shoqja ngushtë Jonida. Edhe unë mezi po e pres. Edhe sigurisht do i thotë këto rroba që veshe do m'japësh mua. Do i them kpucët zemra, kpucët. Po, se vetëm kpucët bën tani ty. Jo, mos kalon publicitet. Thuaj vetëm një frazë, çfarë do i thoje, pastaj shkon publicitet. Të hëngshin qend, do i thoja. Publicitet. Pra sot ata gjithë ditën kanë patur lojën e injorimit. U fut Egla. Që puthi Laerti. Bëri dhe dush për qejf te vaska e saj e preferuar. U përqafua dhe me Gjesti. Unë pse i them Gjesti? Gjesti, hajde se i soja në Gjeste. Gerta, se i thot Gjesti, Gerta. Pra po thoja që Rozanës mund t'i kisha thënë të hëngshin qend, domethënë mund të bëje sot. Mendoj tani gjatë publicitetit. Ja shpresë s'kisha thënë. Të hëngshin qend, domethënë sot mund të bëje lojën e injorimit për shembull me Gertën. Pra, të bëje sikur nuk ekzistonte sot. Bëni një ditë pushim, apo se meritojmë ne që të bëjmë pushim ato të dyja. Ka qenë një debat i fortë, edhe nuk është se ka qenë i lehtë, edhe kështu që çdo njeri ka ato tash shpërtimet e veta, aty ai qëndrim ka që gjatë unë se kam provuar gjatë, se maksimumi 1 muaj ndjenja. Ja, dhe ato do thoja dhe unë që secili prej nesh tani mund të ketë opinion, jo unë do bëja kështu ose duhet bënte këtë, por në atë moment po shumë kollaj. 24 orë, 24 të njëjtin surrat që të vjen dhe të thotë për ditë të njëjta gjëra. Shiko, Gerta, nëse ai ishte qëllimi i lojës së saj, ja arriti, sepse arriti ta nervozoj, ta bëj të trishtohet dhe pastaj vazhdonte, kështu që po, ja arriti qëllimin. Ne bëri të lëvizte nga tavolina, të ishte. Të isha në vend të Rozanës, do të kapja një moment vështirë, po ashtu dhe do ta dërmoja duke i shkuar kështu si ajo mbas kputuce derisa ta acaroja në maksimum. Sepse kjo është mënyra e vetme, aty do gjuash me fjalë, s'ke ç'gjuan më. Domethënë ta acaruara ishin të dyja. Po të shkosh deri tek prindrit, më duket. Me fjalë ose me vezë. Më duket shumë, po shumë e rëndë. Domethënë është treguar në shumë situata dje Gerta që doli bluff. Domethënë, jo nuk e kam thënë, ndërkohë në video ishte fiks, domethënë mbulonte. Mos o zot, mos kesh kamera me Gertën, është nga ato tipiket, nuk e di çfarë shenjë është. Luan. Nuk e di çfarë karakteristikat kanë Luan, po ta kamuflosh fjalën bardhë në zezë ashtu. Duhet rish gjithkohës për të fituar argumentin tënd me regjistrues me vete të dëgjosh që na ti e ke thënë. Njerëz që o e bëjnë qëllimisht ose nuk mbajnë mend fjalët e veta, se dy zgjidhje ka këtu. Veza. Doli mashtruese dje. Dhe veza skuqur, dhe veza që u hodh. Nika. U bë shumë e madhe, mund ta kishin marrë thjesht ta vazhdonin ta bënin mask, si për flokët, si për fëmijë. Preka nga Briseli, jo. Kur Gerta hodhi birrën nuk bë shumë e madhe. Tani normalisht do bësh edhe kë e madhe, se mos Gerta hodhi birrën, po ai djali përfundoi në spital. Këta të dy. Po më edhe nga veza, nga verda vezës kush e di, mund të. Jo, reakcion. Po ka njerëz që mund të jenë alergjik nga veza, për shembull. Por kishte të drejtë Neda në të vërtetë nga momenti që ai kishte syzet mund të kishte ndodhur. Ishte shumë e vërtetë. Por nëse e pat me kujdes videon,
prap gjesti, donte ti vinte sipër. Kingi i ngriti kapelen se donte ti gjuante në kokë. Pa i ngriti kokën dhe Iselo ngriti kokën. Syzet e komplimentuat Jonçën për syzet që ka vënë sot apo se që nga. Po pra, nuk e di. Vetëm mos më lëshoni ai vestorive. Se nuk e përballoj dot. Jo, mi zemra se janë shtrenjtuar shumë. Po nuk e kuptova dakord që po egzagjeroi dje me nota të tmerrshme, domethënë, me ngjyrim, me virseli, a thu se i kishe nxjerr tytën e pistoletës për një cop vesë, është një lojë. Është pak drama queen ai, ëh? Unë mendoj që ai pretendonte ose mendonte që do ndodhi e njëjta situatë që ndodhi me Xhibanin. Dhe nga që po e shikonte që nuk po ndodhte dhe Ledioni më thjesht po dëgjonte dhe nuk po jepte dënim dhe po shtonte dramacitetin e historinë e Big Brotherit, të paktën në këtë edicion që kur Gjesti ka hyrë, ka qenë njëri që kur nuk ka prekur, kur nuk ka ofenduar, nuk është se po e mbroj, po me atë që kam parë. Ndërsa Xhibani ishte element rreziku për mua, sepse në disa momente debatonte, kishte shpërthime burgu, gjë që ishin pak të frikshme nga mua që i ndisha nga ekrani dhe jo nga ata që i përjetonin. Pra kishte një lloj presioni burgu që mua në këndvështrimin tim këtë energji më jepte. Domethënë mund të ishte njëri shumë i mirë, por atë që pasqyronte aty të paktën unë nuk e njoh fare, e njoh vetëm nga ekrani. Po ishte prap një personazh që prodhonte kontent. Po flet me fansat e Xhibanit këtu. Më falni që e thash, po unë mund të thoni çfarë do gjë, pra që kosa nuk është lej kraja sot në emision kështu. Po, se do të si kishte raportet me Xhibanit. Kur u takuan, se çka më humbur. U takuan këtu, janë takuar tek e diella. Marrëdhënia po bëhet serioze. Që Xhibo, pa hyri prap duke dashur Danjën. Xhibo e komplimentoi Lein, por me sa donte prap Danjën. Me sa kuptuam të dy i kanë zemrat jo të lira. Jo të lira. Mirë, që i përshtatet formatit të tyre. Rëndësi ka që Xhibani mori një kompliment nga një gocë e bukur. Kjo është më e rëndësishme. Çefi u bë, me thënë të drejtën. Dhe shumë mirë mund të hynte aty brenda dhe tregonte se kush më ka gjujt nga jashtë, po ti e pe e drejta, që të shiste një çik mend. Tani, nëse do të ishit ju, si më thën, prodhuesit e Prime-it që do të vijë, çfarë mendoni që mund të presim këtë të shtunë? Përveç sherrave. Na bëre sherrat po. Merisheu tani. Nuk e di, ata dhomën e bardh. Unë do doja që të kthesh Egli. Interesant. Do doja të kthesh Egli sërish, Egli më e fortë, Egli që ka kuptuar. Në fakt jeta vazhdon dhe si në Big Brother, dhe jashtë Big Brother jeta na bashkon me shumë njerëz që na pëlqejnë, na bëjnë të ndjehemi mirë, na bëjnë të ndjehemi keq. Kur u fut Egli aty brenda, e kuptoi fare mirë që sfida është loja më e fortë. Ajo e kishte të gjithë arsenalin dhe uroj që të hy dhe të krijoj prap spektakël. I mungon shumë publikut. Nuk e di. Edhe unë do doja të hynte. Domethënë tani e ndjej mungesë. Pas ka bërë vërtet spektakël edhe Egli aty. Kur jam nga ato njerëzit cringe që komentoja jashtë Egli, tani them jo Big Brother pa Egli. Okej, nuk shtyhet, ë. Kështu që imagjinoni që Egli jashtë është takuar me Xumin dhe kanë ndodhur një romancë. Wow, çfarë skenario. Ma do të shikoja në një video. Me gjishim ka skenario. Jo, unë do të lutemi i lutemi produksionit të hapi një televotim nëse me miratimin e Eglit, sepse e di që i gjithë publiku do ta kthej prap. Nuk e di pse e kam këtë përshtypje. Një tjetër skenar Niko? Aha, futen të dy. Futen të dy dhe pas 5 vitesh Xumi fik dritat. Kur do pufi Valbora nga erdhi. Një tjetër skenar, nuk e di çfarë mund ndodhi. Tani është dhe kjo gjë që ka kaluar edhe Ola kundra Gjestit, nuk e di. Po, që i ka dalë kundër. I ka dalë kundra, nuk i kanë mbetur shumë njerëz aty. Ti po mendoja dhomën e bardh. Kush mund të ishte te dhoma e bardh? Egli, por Eglin po e mendoj. Më falni se shikoj se ja, këtu nuk jam e informuar. Do më informuar. Ka dalë në dhomë e bardh apo është se unë kam parë? Jo, zemra është e vjetshme. E vjetshme, më thënë se kanë nxjerr produksioni në një gjë në dhomë se senat. Po jo më as nuk do përsërisi produksioni prap dhomat e bardha, do nxjerrë një gjë tjetër. Ne dhom pink. Ne alieni aty kështu. Po që gjithsesi. Un kam një parandinjë që do ketë surpriza, do vazhdojnë surprizat. Kësaj të shtunë, bravo Lomi, po na jep. Shtunë nuk e di në të ardhmen, po nuk e di, duhet Egli aty edicione. Si të duk që iku Amber?
Amberi do ishte mirë mos dilte fare. Kur doli, sikur u zbe. Domethënë krijoi një aleancë me Xhesin që ajo me Xhesin, prej Xhesit doli, që nuk e duronte dot, pastaj u bë me Xhesin, pastaj filloi ta urrente Xhesin. Nuk ishte më një qëndrueshmëri. Amberi ishte e lezetshme në fillim. Kur doli dhe mori informacion nga jashtë, sikur i ra ajo energjia. Po në minimin nga Gerta, si ju duk të dyve? Ajo që bëri për Kotfar. Çudi se futi Xhesin një herë. Po. Unë mendoj që duhet fuste Gjestin. Aty do ishte fort. Do ishte fort, domethënë do kishte dalë erdi me Albonën. Po, do kishte dalë ato të dy, po, me një gurë. Që treguaj si zgjuar në këtë rast. Unë do doja domethënë ishe, nuk e di sa, më fal për shpejt, sa budalla mund të jesh, të kesh gjithë Pandorën në dorë, të thuash se ajo e mendoi dy herë, jo kam dy emra, ajo një zgjodhi se Xhesti s'ka dalë, apo ku e ke përballti në herë me Rozanën me është do bëhet e fortë pas 3-4 javësh, ku dinta ajo. Ku diun? Se mora që ishte me informacion nga jashtë. A mos është pa besi pa kjo e Gertës, duke qenë se ato ditët e fundit ishin afruar pra bashk? Unë pash të nesërmen, domethënë të dielën pas Prime-in me Heidin, Amber nuk e kishte Fan Clubin. Jo, e pashdo. Po e përjetonte, domethënë tha Gerta Amber mundua ta mbuloj, po tha që Gerta e kuptoi që unë do bëhesha e fuqishme se e dinte, në asnjë moment nuk shprehu pa kënaqësi, madje tha që është njëra nga dy fitueset. O Rozana o Gerta. Po. Megjithatë rikthimi atyre nuk i bëri mirë, sepse u duket dhe që kur hyn atë ditë nuk ishin optimist, ishin si të mërzitur, nuk ishin me atë energjinë e fillimit. Erdhën kështu si të zvarritur, sigurisht e marrë njëri me zor, aty kishte plot element që mund të krijonin spektakël. Për shembull, për mendimin tim, një nga strategjitë më të bukura, po të kishte zgjedh publiku do ishte Redoni. Megjithëse Redoni në disa momente thoshte që nuk do afrohej më me Eglin. Se është nga ato çuna që besoj se është i fjalës. Por do krijonte shumë, domethënë aty do kishim parë një telenovel që hajde merre vesh çfarë telenovele do ishte nëse do ishte Redoni nga ata tipa insistues. Po aq që pa lëkundur se ishte Egli nuk besoj se do kishte në luajtë. Është vërtet dhe kjo. Më thuaj Niko? Nuk folën fare për Shkëlzenin. Po. Suara ma, çfarë do të? Fantin e Xhestit. Pra, e prisje shumë e papritur. Jo, unë dalja e tij. Mallëngjeva. Shumë facoleta. Jo, nuk mendoj se ai e humbi lojën që javën e parë, që kur u bë treshën me çiftit. Mund të kishte mundësi që të krijonte dinamika, po nuk zgjodhi ta vënte. Jo, nuk. Domethënë edhe filloi pak të luante edhe me vajzat, kur pa që edhe vajzat nuk ja varnin. Mendoj që aty e la lojën fare dhe u dorëzua me pak fjalë. Nuk edhe ajo intervista dje kishte shumë vetbesim në fund, po vetbesim se të gjithë kur dalin aty po. Big Brother kanë një vetbesim të theksuar jashtë realiteti, kështu që nuk është një çudi e madhe. Ata që dalin vinë nga finali apo dhe ata që eliminohen gjatë rrugës? Ata që eliminohen. Vetëm unë kisha vetbesim i motor. Nuk e di. Jo, nuk kisha sepse ndryshoi gjithçka, nuk kisha. Domethënë disave i merr për mirë, disave i merr për megjithatë. Po se varet, është dhe një çështje fati, ëh. Atëre me që jemi këtu, kur u pajtove me burrin pasi dole nga Big Po si zënë në një herë tani dhe juve, aman mos e përmendni se filloi. Po bëj shaka në telefon. Po bëj shaka. Jonita, boll me emrin tim. Dhe me që ishim tek Amber, Amber dje ka bërë një story. Shumë interesante. Në lidhje me shoqen e vetave. Po, që Lerti ka patur një marrëdhënie, pra gjithçka që po flitet sot për Lertin, për sa i përket Prime-it, është e vërtetë sepse ka patur një lidhje me një vajzë transgjinore që është shoqja ime dhe ishte një vajzë shqiptare që ishte në Greqi. Ishin në rol aty, kanë qenë në rol. Dhe ai duhet ta pranoj, thashë nuk ka asnjë gjë. Ata kanë qenë një vit e gjysmë të lidhur, por ajo që unë dua të pyes, të qenit i lidhur me një vajzë që është transgjinore, a e bën ato të jetë biseksual se ajo është vajzë? Po ajo nuk është. Tani ku e dimë neve nga to? Se kështu kjo si triki. Se varet transgjinore deri në çfarë pike, se ka transgjinore. Po. Është ti ke ndruar gjinin. Ska asgjë. Se ka prerë. Se ka ka shtrënguar. Publicitet. Ja ku jemi sërish në studio, do të vazhdojmë edhe për disa minuta me Niko Komanin. Po që se janë bërë kaq pra, s'kam bën erë muhabet të kësaj natyre, të dim se ç'është kur shkon me një trans je straight apo je majtas djathas.
Premëma, aty kishim ngelur. Ja mos e vazhdo më të premëma. Ideja është që kur thua ka qenë i lidhur me një vajzë transgjinore, do thotë që është vajzë, pra tash i vajzë. Këtë pra nuk kuptoj, unë nuk e di a është termi biseksual apo straight. Nuk e di. Okej. Ka qenë si kam fundi, as kënaqur. Qenë si ka, po, ka qenë. Tani në vetvete burrësh, se si ndihet është tjetër gjë. Ai me atë vajzën, kështu që në rregull jemi. Pra i bëm të parashikimet për këtë të shtunë dhe kemi disa nominime. Prej të cilave do doja të dija nga ju se kush mendoni që do të lërë shtëpinë. Tani është Gjesti, më thoni pak se është Valbona me Laertin. Është Mikela, është Greta. Gerta. Ai qëllëmisht që ka ikur truri nga emri asta. Tjetër është prit se u tuam Miki, po e tham Mikin. Nëse Miki më me pak fjalë. Okej, ajo. Miki ose Miki nuk krijoi, domethënë Miki mua më duhet totalisht transparente në atë shtëpi. Domethënë ajo është pse jam ku jam këtu dhe pse. E dëgjoj si zë dhe them kush është. Nuk e kam. Nuk është përshtatur mendoj fare. Jo fare. Po mundohet të krijojë gjëra, domethënë mundua në fillim gjëja të krijonte këtë që Laerti ka flirtuar me mua, nuk kurse besova. Laerti shkret, sa o zoti ma nuk e di. Ky Laerti, o zoti ma. Kazanova i gjithave. Pa gjithë burra grata sinjor. Kur e bën dhe dhunuste, bën o zot, domethënë të gjitha epitetet që më skandaloze që mund të ketë njëri. Mua më duket shumë interesant Laerti. Po më erdhi shumë mirë që mami veti dha një lloj energjie të jashtëzakonshme sepse të isha unë në vendin e atij, domethënë me gjithë këto gjërat që domethënë më kanë drejtuar gishtin është goxha e rëndë. Po gjithsesi ai duket që merr me fare sportiviteti me atë personazh. Jo, të karrierën tënde, të vi një si Gert Ferra që vuan profesionin e vet dhe nuk është fare, apo e them publikisht. Një njerëz që nga këta që e ëndërrojnë të kenë postin, pra vetëm e ëndërrojnë se nuk do ta kenë dhe s'kan për ta pasur asnjëherë dhe s'e kanë pasur asnjëherë dhe të denigrosh, të vishti me një qëllim të vetëm, të denigrosh një njerëz, secili ka bukën e vet, ka suksesin e vet, Eduard Troket publiku vet, nuk je ti për të treguar se ç'i ka bërë një femër ai, nuk je ti ti tregosh se si ka marrë rolet ai. Domethënë, kjo është mënyra që te ky koncept unë atij njeriu i vë vulën. Ai për mua nuk është aktor, ai është rrugaç. Pik. Bravo Lomi, i që i them gjëra të vërteta dhe kjo është pik dhe shumë e sigurt. Po të dojnë një përballje dhe mund të më shaj më shumë se ç'shava unë, por e ka bërë veten për t'u sharë. Paloma ishte zëri i mendimeve tona. Unë që i them bravo që i vuri pikën, domethënë se nuk e ose u bashkove me mendimin tim pa diskutim, neutrale. Jam shumë diplomate në këtë program dhe do jetë njëjtë Paloma sikur unë të vi një ditë të bukur dhe të them ty që ti je kështu, ti je ashtu, ti nuk bën, nuk je afër profesionin tënd, ndërkohë që të gjithë e dim që secili ka Paloma është the voice tash. Shiko, Jonida, siç e thash dhe pak më parë, individualisht secili ka suksesin e vet në punën e vet, ka kontributin e vet, ka dhënë dhe ka një historik në punën e tij dhe nuk je as unë as ti as kërkushi që të paktën të gjykojmë punemi në të njëjtin profesion, duhet ta mbështesim njëra tjetrën, duhet punojmë për një qëllim, jemi në një kompani, duhet japim të gjithë maksimumin dhe energjinë tonë për të prodhuar sa më shumë vlera në një punë të tillë. Nëse nuk kemi energji mjaftueshme, duke denigruar njëri tjetrin, e ulim nivelin e artit, të artistëve e të tjerë me radhë. Kandidati deputeti që jo, jam shumë e indinjuar nga situatë, kështu që mu dha mundësia për ta thënë këtu dhe që u hap kjo, sepse më tërhoqi shumë në momentin që Ledioni dha vetëm një mundësi për t'i bërë një pyetje, ai tha 1100 të zeza aty për 1 sekond. Domethënë kjo ishte arsyeja që unë prapë u revoltova nga kjo situatë. Vazhdon të jetë im lefosur me sa duket. Unë mendoj që ai nuk sigurisht ka hëngër bukën. Duhet shijoj suksesin që i ka dhënë ky Big Brother, siç i dha dhe Ledioni minutazhin e vet për të folur për shfaqjen e gjëra. Dhe ai vazhdonte të vetat aty kuptova vllati ke problem. Në të vërtetë ke problem. Mbaroi gjëja, ke një muaj që ke dalë thuajse, apo mund të ketë një muaj. Move on, vazhdo jetën tënde. Nuk e di kaç personazhe. Trego vlerat e tua. Bëje, s'ke nevojë pse duhet ta denigrosh tjetrin. Për çfarë arsye? Ti ke ngrënë, ke pirë, ke jetuar me të ne. Paloma, a është seksi Laerti? Po ka shumë sa është përfolur vallai, seksi na duket. Seksi na duket.
Shumë goca I çojnë mesazhe, shumë. Tash në favor të Laertit është. Dgjoj, po ecja një ditë, t'ja them te këtë. Tani pardon my French është. Jeti. Po ecja te pazari I ri dhe ishte një gra moj. Dgjove ti për atë Laertin moj. Ai çfarë Laerti tani? Po se çka marrëdhënie me një prift ai. Moj zonjë thash, nuk ç'i keni këto I thash, po kshu kam dëgjuar I thash, mon Laerti pas ka qenë të gjithave. Domethënë, mua më vjen mirë që deri diku dhe përmendet, sepse aty ku ka kokra, në pema që ka kokra gjuhet, por ta ketë bërë jetën si ta ketë bërë rëndësi ka që ai është njëri që kur e dëgjon ka argument të pastër, nuk debaton me këdo, I selekton njerëzit që bën debate kualitative, të tipit që ka rozanën sepse e di që I mban humorin, siç e thash edhe pak më parë, sarkazëm e tjerë, kurse me të tjerët nuk ka çfarë të debatoj sepse të gjithë janë me ulërima. Nuk din të ruajnë atë etikën e komunikimit. Personazh shumë karizmatik. Nuk përdor fare fjalë të pista, nuk ofendon çfarë nuk I kanë thënë 1001 të zeza të shkretit dhe për mua është një figurë e pastër. Autentike në llojin e vet. Në të vërtetë, kohët e fundit siç ju kam thënë në fillim kur kam ardhur që merja komente për Gjesin, tani nuk guxoj dot të them të bëj një meme kundra Laertit. Janë femra, gra, pafund që shkruajnë për Laertin. Lumë si Laerti. Të betohem. Paktën janë kur të shkoj të bëj çfarë do e hajnë grad atje. Meshkujt e vetëm që komentojnë ky Laerti. Janë ato që komentojnë femrat, avase vdiqja, avase jargët. Janë meshkujt që komentojnë. Që ju përgjigjen gocave që shkruajnë për Ka edhe diçka kam përshtypjen Laerti është komplet atipiku I mashkullit tipik shqiptar. Dhe kjo ka përshtypjen e ngrekën në komplet një nivel tjetër. Se mashkulli shqiptar ka komplet të tjera standarde I forti që se lëshon veten që bën garipin kurse Laerti ka komplet macho më bur. Laerti ka komplet një lloj karizme tjetër dhe kjo ka përshtypjen e bën ndryshe dhe bën të dëshiruar të pëlqyer nga gratë në Shqipëri. Zoti ja shtofsi nodin. Laerti kur dali do jetë shumë I përkëdhelur nga gocat, por nga Bona si e shihni? Se jemi drejt sa të dali Bona e hëngri e mori për burr. Nuk e zgjat shumë. E vulosi, se ti Paloma e ke dhe gojën kështu. Po, tash mos të thon ça, po që të ecën fjalë, ja pra po na del një çift. Të thon ça të zon ça. Jemi në fund të pjesës së parë. Faleminderit shumë që ishit këtu, Niko, Paloma. Po jeni shumë të lezetshëm. Vërtet. Paloma kur do të shprehesh për Bigun, mirë se. Tash jo për herë se bëhen ata janë. Dëgjojmë në pjesën e dytë të Pardon My French, keni edicionin informativ për pak minuta. Pak duhet të kishim Zebërvokin në studio, ka shumë për të ndarë me ne ai djalë, por duke qenë se këtë të diel do të keni privilegjin të ndiqni një super portokalli. Nuk e pati të mundur që të vinte në studio dhe do të përpiqemi që të lidhemi nëpërmjet një interviste me telefon me Zebërvokin dhe deri ndodhur hataja këtë javë. Po, për hatan do flisnim arbër dhe do ta pyesim për këtë gjë. Të gjithë ata që nuk e dinë, Zebërvokit është bërë një kamerë e fshet. Edhe pas vjen historia. Unë e kam pyetur, po është më mirë ta shpjegoj vet historinë e vet, sepse më duk shumë e çuditshme gjithë gjëja, gjithë skena. Edhe janë disa pranks, domethënë që mendoj që nuk duhet t'i bëhen se kujdo. Po. Domethënë se mund të kishe përfunduar në tragjedi si. Nuk e mendoj, po mund t'i prishi punë. Me skenën të tërën me edhe mundet thua ti, mendoj unë. Po gjithsesi do ta pyesim. Po do ta pyesim pas pak minutash. Gjithsesi ju e dini që në Pardon My French ne kemi dëshirë të diskutojmë edhe lajme të cilat qarkullojnë, bëhen virale, njerëzit I komentojnë në rrjetet sociale dhe jo vetëm. Dhe një ndër lajmet që po pushton zemrat tashmë. Po dhe aktualitetin. Nuk ta shtrëngoj. Do zemrën. Zemrën është dhe mbyllja e TikTokut. Niko si një prej personazheve që le të themi e ka edhe mjet komunikimi me audiencën e tij, të humorit, po ashtu duke qenë se bën dhe meme, përveç se prezanton aty punët e tua edhe gjithçka që bën ose për ditëshmërinë, por e ke le të themi edhe një mjet fitimi apo jo? Po, absolutisht. TikToku në fillim unë e kam hapur si një mjet fan. Por duke parë dhe që audienca u rrit, njerëzit kërkonin, në fillim e nisa kot bëja review produkte që blija apo që më dhuronin, ai nisi si biznes pastaj, domethënë
Për mua kjo mbyllje është humbje në çdo aspekt. Domethënë se nuk mendoj që do mbyllet TikToku dhe gjëra do rregullohen. Pra nesër si bie sot në orën 12 mbyllet dhe nesër në orën 7 të gjithë edukohemi, hiqen thikat nga çantat e gjëra të tilla. Domethënë duket pak shumë absurde. Nëse s'është TikToku do bëhet Instagrami dhe një TikTok apo Aman mos na insillni ata TikTokut në Instagram. Do vinë automatikisht. Ata janë, besoj dhe thjesht do kalojnë po nuk e kanë atë algoritëm në Instagram. Ata që i kanë ndjekur atje besoj do vazhdojnë të ndjekin, kështu që ndryshon thjesht platforma. Ata që janë të famshëm, ndoshta s'do bëhen të tjerë të famshëm siç janë bërë ata me idiotësirë, po ata që janë bërë gjatë famshëm nga TikToku, thjesht do transferojnë në platformën. Mendoj që edhe nëse do transferohen, do kenë totalisht një nivel tjetër, jo se TikToku nuk ka nivel, po aty mund të jesh 100% i lirshëm. Në TikTok, në Instagram nuk është kështu. Nuk e bën dot. Filtra. Ti arbërsjeshe, a është pak diktat sepse shumë komente po flisnin për një gjë të tillë, le të themi në thonjza gjithmonë që mund të jetë duket pak si diktaturë që po censurohemi nga. Patjetër që është problem, siç e tham, pra nuk është si të dhëmbi veshit dhe të presësh gjithë kokën se po të dhëm pak veshit, domethënë edhe ta kurosh në këtë lloj mënyre. Nuk besoj se ishte zgjidhje e dur, nuk besoj se është zgjidhje inteligjente. Duket sigurisht thjesht një mënyrë në rastin më të mirë, një mënyrë për të larë gojën për të thënë që po bëjmë të gjën. Dhe në rastin pastaj më kështu pak më të bësh pak konspiracion, mund të jetë edhe një mënyrë me parazgjedhje, mund të jetë edhe një mënyrë për të mbajtur në kontroll një audiencë që është jashtë kontrollit të cili domethënë në Shqipëri. Nuk besoj se ka bërë do i bëj dhe ka bërë një dëm shumë të madh shumë bizneseve ndër tjera, sepse TikToku përveç gjithë edhe gjërave negative që ka, po është edhe një platformë ku të gjitha bizneset, jo vetëm në Shqipëri, por në tërësi bizneset TikTok ka një lloj reklamimi ndryshe nga çka kanë në platforma të tjera, që është një reklamim më funny, më njerëzor, dhe besoj që do i prishet shumë punë, shumë bizneseve. Në Shqipëri përgjithsisht njerëzit nuk protestojnë për asgjë, por ndoshta të gjithë që kanë pasur të lidhur punën, audiencën, influencera me TikTokun, teorikisht diçka duhet kishin bërë, pra se kanë përshtypjen sidomos aty ikën një mundësi shumë e mirë fitimi nga TikTok. Absolutisht po, sepse ka biznese që funksionojnë enkas vetëm në TikTok, se kanë ata audiencë, biznese tani që në 2025 të gjitha janë me nipt. Pra ti nuk mund të bësh dot dërkesa, sepse vet kompania që vjen të merr pakon e postës pra të kërkon faturë. Nisur nga aty, mendoj, nuk e di çfarë lëvizje zgjuar më duket nga natyra kjo që duke u mbyllur kjo, mendoj se do mbyllen goxha biznese. Pra minus para. Logjikoj unë. Minus le të themi njerëz të cilët janë të kënaqur nga puna e tyre, minus punë për njerëzit. Ti on çka TikTok apo? Un kam zemra, po e kam vetëm për të zhbiriluar, për të spionuar. Ka dy kategori njerëzish, domethënë, ose ata që e përdorin ose ata që zhbirilojnë, që e madhon dhe ti. Nuk e ngas, domethënë, e kam faqen time, po thjesht shoh video sepse harroj që e kam dhe më duket një platformë jo e përshtatshme për mua, sepse mendoj që TikToku duhet ishte bërë trend për mua që në momentin që u bë trend. Pra unë mendoj që tani jam vonë që të bëj si ose të bëj lip sync nga këto. Më pëlqen të bëj gjëra funny, po besoj që duhet ketë një drejtim. Pra ti e ke shumë funny përveç se reklamon bizneset apo punën tënde, e bën në mënyrën më funny të mundshme, duke bërë edhe për Big Brother, edhe domethënë ke një larmishmëri njerëzish që vinë aty. Dhe mos harrojmë që TikToku pas ka gjithë të këqija. TikToku ka zbuluar pafund talente në Shqipëri po një, pafund se shohim talente të mirë, jo suada dhe këto. Po talente të vërtet talente që i kemi parë thjesht duke bërë disa skeçe funny dhe më vonë i kemi parë tek Portokalli. I kemi parë duke reklamuar produkte bazike dhe tani shohim që janë influencer të mirëfillta. Kanë brandet e tyre. Pra për mua TikToku ka qenë zbulimi shumë personazheve që në Instagram nuk i gjenim dot. Pra nuk kishin këtë fuqi. Unë kam përshtypjen tërsi TikTok kam qenë unë që hapa. Sa e hapi ti nuk di domethënë. Sa unë mbyll dhe po ja them dhoni sekret unë e hapa për të zhbiriluar. Ishte një gotë që e kisha qef dhe kam qef akoma dhe me që publikonte gjithmonë në TikTok, thash ta hap dhe një herë të shoh ç'a bëhet, domethënë. Mos mbetemi ignorant nga jeta e saj e përditshme. Mbyllë TikTok. Pra, përpara se të shkojmë publicitet, Arbër Çepani ka një pëlqim për një TikTokere.
Brother edhe në fushat të zgjedhjesh. Pra, po flitet që ish fituesja e Big Brother dhe pjesëmarrëse në edicionin e dytë të Big Brother VIP, Fotinia, do të jetë kandidate në Gjirokastër. Bravo Fotinia. Pra, një reality show si Big Brother, përveç se të jep mundësinë që të kesh një karrierë të mirë nëse je artist, mund të bëj edhe pjesë të politikës. Prandaj ka fshirë çdo foto Fotinia. Makes sense. Po ty në Instagram nuk ka asgjë. Edhe unë do i fshi. Si e dy si shërbimi sekret, si Mossadi. Do i fshi edhe unë, tani që do bëhem serioze. No, më është sekret akoma. Edhe ti në politikë. Edhe unë në politikë. Do futesh atje, do kandidosh. Po, edhe unë kandidoj. Partinë konservatore, me atë kutim gjusin. Aty më gjete. Me çfarë partie mund kandidoje ti, Niko? Nuk mendoj se s'të pëlqen fare politika. Jo, më pëlqen politika, por nuk mendoj se një parti nga këto që ka atë që tha kur isha i ri pija të shtrenjta, kisha flokë kaçorela. Po nuk mendoj se ka diçka në pjesën artistike, në aspektin e modës që mua nga këto më Naiko. Zebrvoki. Duhet ta kishim mbyllur pak sqepin 30 sekonda më herët. Sa ti thoshim përshëndetje dhe mirë se vjen. Dhe Përvoki do jetë duke u bërë gati në këto momente që të jetë pjesë e kësaj të diele në Portokalli, duke qenë se janë xhirimet atje. Po s'kishte bileta as këtë javë se doja të shkoja, nuk e di, është e tmerrshme. Doja të shikoja Lei Krajon. Duke teksa performon. Unë dua të shkoj tek Agji Show. Dhe dua Agji Show. Po, do shkojmë te Aurela. Çfarë do bëj Lekra, do këndoj, do kërcej, çfarë do. Nuk e di, të gjitha i bën Leila, ne kemi showgirl. Kemi showgirl Leila. Si flutur është. Niko e ka të preferuar nga ky program, po nuk më mbetet që i fi. Wow. Po më ke mua. Të tre më pëlqeni shumë goxha. Jemi mirë, ëh? I like it. Këta që më bërtasin mua të dy, kur ju kërkoj llogari, s'ka problem. Duhet njëra që bën si shefe. Duhet një zysh në këtë mesin tuaj. E kemi? Zebrvoki. Alo? Alo. Ty të dëgjoja. Si e? A gjën e ti? Të gjej më të gjej, shqyr më në fund. Po si e? Mirë, shumë. Mirë jemi jo. Ty si të kemi njerë se kemi marrë vesh që çast të ka ndodhur këtë ditë. Po gjëra të zakonshme, nuk është që janë diçka gjëra që janë të jashtëzakonshme. Të ndodhin shpesh, domethënë, e ke çdo javë në një event. Çdo javë të vjen dikush për të rrahur. Të prish qetësinë në kafe. Natyra ishte era pa që bësh një kamerë shpejt, e kësaj natyre, po në raste të tjera tash ka ndodhur në realitet, apo më që okay, domethënë ka ndodhur në realitet dhe nuk është se ti u surprizove, le të themi, ishe i përgatitur ndoshta. Si eksperjenca na bën të jemi vigjilantë, të përgatitur dhe profesional në ato çfarë. Me thënë të drejtën ishe shumë profesional, por edhe i kujdesshëm tek pjesa, por më thuaj të vërtetën, au trembe seriozisht. Edhe cilat ishin mendimet e para që po të vinin në kokë? Të çast realitetin kur pash dalin me bluzën e gjestit. Në hata di se mund të jetë ndaj prang ose diçka e kësaj natyre. Po pastaj kur tenton marrin telefonin nga dora, dhe më tërhoqen për te makina, aty thash priti herë se sa sigurohu është prank, s'është prank, dihet se si ku përfundoj me ndaj bagazh pastaj, e kupton? Po. Edhe normalisht në bazë rregullore dhe prova duke mbrojt veten time, jetën time, dhe me qëllimin kryesor për të neutralizuar veprimet e agresorit. Të gjithë kur pam videon patëm merak dhe frikë, le të themi, që mund të kishte ndodhur një tragjedi në ato momente. Kishte situatën emocionalisht në kontroll, pra ishte një merak i drejtë nga ana e gjithë publikut kur pa diçka. Ja, unë s'kam pas asnjë farë dyshimi te vetja ime, vetëm merak do kishte qenë nëse personat e protagonistë do kishin insistuar apo do kishin vazhduar me atë tendencën për të le të themi për të ushtruar dhunë. Edhe jemi në kohë në natyre që mund të jeni që kamera që normalisht më bën që okay, that's it, domethënë s'ka nothing to worry, asgjë që përshëtsu. Edhe
Por faktikisht siç edhe duket tek veprimet e mia, domethënë gishti im, sepse gishti është treguar shumë i madh me këtë situatë. Gishti im ka qenë gjithmonë i pozicionuar jashtë këmbës së armës. Duke pas në këtë kuadër le të themi merakun e ndaj shkretit pavullnesshëm që mund ndodhte largime sipër, kupton? Kështu që për arsye e sigurie gjithmonë ishte tregues mbas jashtë këmbës. Një detaj tjetër që na bëri përshtypje si publik gjithmonë ishte edhe fakti që sherrri le të themi vazhdoi dhe pasi u tha dhe u mor vesh që ishte një kamerë. E fshet. Pastaj ishte ajo post trauma e gjë, sa kupton se si mund të luhet me diçka kaq të rrezikshme, me këtë gjë, po. Sepse më që njeriu vendosur për një situatë aq rrezikshme, që mund të ishte rrezikshme për mua dhe për çfarë protagonist, le të themi, po ndoshta edhe për kalimtarët të rastit. Aty pastaj adrenalina bën vetën, normalisht njerëzimi kemi ato emocionet tona, shpërtimet tona të momentit që janë të mira dhe këto, por gjithsesi jam shumë i lumtur që arrita le të themi të neutralizosh shumë mirë. Tani Zebër Voki, përveç se unë e thash që do të kemi kënaqësinë të të shohim të dielën në Portokalli, sepse ndryshe do ishe këtu me në studio. Janë disa skeptik në rrjet, teksa ne po hulumtonim në për komente që po thoshin që është diçka e stisur. Ekspërtan bërë në përgjithë, sepse bumi i gjithë saj kamerë shetë shkoj dëma, kupton? Ajo vëmendja, sepse kishe qenë diçka e stisur, që përshore në moment ku ishte shaka e promovuar projekt rafës, edhe të çobëm në marketing. Plus, edhe njerë se nuk të lutem edhe njerë se nuk e dëgjuam këtë të fundit, se po u shkëput pak. Nëse do ishte diçka e stisur, do e kisha përdor një moment dytë kur kisha gati në projekt për ta promovuar për kinemat, e kupton? Shërbente reklama dhe mu të ndihmonte. Kjo ishte gjithë. Po, do të shërbente për pjesën e PR-it, kurse kjo është një bujë e çumë dom, le të themi që është thjesht ndodh dhe mbaron aty, e kupton? Kurse po të kisha ndodh për shkak që të ishte po para një projekti që unë do prezantoja për kinemat, atëherë po që të kishin drejt gjithë njerëzit mendonin që kjo mund të jetë diçka e shtisur. Po kjo është një gjë që ndodh fill pas pjesëmarrjes time në formatin Big Brother Big Brother. Normalisht tilla kamera sheta i pres unë, i presin të çdo person protagonist që ka qenë në temë apo që është im në momentin që është vëmendja kryesore. Gjithsesi për një film aksion e gati tani. Provën e ke kaluar. Po ta shohim në analizë, skenaristë mëja, regjisor tjetë ku nuk ka për të arritë bëjë një lloj skene aq të përpikë me detaje. Aq reale, po. Ne jemi kurioz edhe pasi u mbyll filmimi ç'a ndodhi, pastaj se ne pam deri një far pike dhe ishte kështu si në sherrë sipër. Pastaj u sqaruat paktën apo? Shikoj, unë shkova takova Dalina Buzën, sepse Dalina kam punuar me Dalinën në një projekt filmik në 2018-ën. Edhe shkoj aty, normalisht isha pak i agjetuar, po Dalina normal për mia profesionalizëm më tregu bashkë me se tash shikoj. Unë thënë atë bëj montazhin videos, shifre tha, nëse do të pëlqej e postojmë, nëse nuk pëlqen tha, nuk e postojmë ose çaj kokën fare, ndihet shumë tha për shqetësimin, po, se ishte edhe pak. Po, dhe ajo se dinte më sigurohet se nuk e dinte se unë rria jashtë se rregull, domethënë nuk e di rregullore që ne kemi armë 24/7 në përdorim me vetë. Funksion ligjit. Marius Niko jam. Po. Si ja kalon? Doja të pyesja, mbas kësaj videos, jam terrorizuar, jam shokuar atëherë kur e pash, po kolegët e tu si kanë reaguar? Domethënë e morën easy apo kolegët e sikur që s'bën më shakata ne. Edhe jeshtu se nuk e dëgjova. Kolegët si reaguan? Shiko, janë thjesht të thonë drejtën sepse unë ndjen le të themi të injorum një situatë tillë pse nuk kërkova përforcime, kupton? Edhe pse minimumi i gjës nuk i shoqërova në komisariat mas asaj çanove. Po. Por thash, duke qenë Dalina në mes, edhe duke bërë pak më tolerant. Ndaj Dalinës thash, po shkoj aty konsultoja me Dalinën dhe shihja normalisht reagimin tash. Po. Normal, kur dikush nuk shpreh atë indignaten apo le të themi kërkim faljen për diçka që ty të ka vënë pozitë të vështirë, pastaj unë normalisht isha drejtuar organeve kompetente, do të isha ligjërisht të pjesë, kupton? Po. Por që në këtë kushte nuk ishte më nevojshme. Gjithsesi kolegët për zotin na kanë thënë telefonin i ditë pjesë
ditës tjetër sepse shumë telefonata nuk kisha ditë të shpjegosha situatën nga para çdo njeriu. Nuk e shpjegoje dot sepse koleg nga gjitha rrethet. Fati i mirë që ke parasysh kur punon me dinjitet me pastërti, krijon ato dhe lën përshtypjet e mia në çdo. Se di për kë kolege kishte Niko, apo kolegët e forcave të rendit, le të themi, të bën ndonjë koment sa i përket profesional. Okej. Nga që ke edhe disa kolegë të ata janë kolegët e vërtet. Artistët thanë ishe njësh, që ti ndan kush kolegë. Shiko, artistët tjetër që shprehin atë bashkimin në situatë, le të themi, mund të përcjell një mesazh, një fjalë të mirë, po sikletin këtyre situatave për të policisë, po thashë. Pa, aty. Ne çfarë heqim situata reale që na ndodhin, sikur rastisht që mund të kemi qenë me familjar, shoqëruar, dhe mund na kenë alu, mund të kenë tentuar na kanosin apo na intimidojnë, tash për shkak të detyrës, a kupton? Tash as për mua, as për kolegët e mi, s'besoj se janë këto situata janë të para. Shpresoj të jenë fundit për të parat janë, a kupton, kështu që Zepërvoki, ne të urojmë më të mirat, sepse e dim që tani je i zënë dhe po bëhesh gati për të gjithë skenës, po. Do ngjitesh në skenë, mezi po presim të çojmë të dielën, po ashtu edhe në projekte të tjera në vazhdim. Dhe shumë faleminderit për këtë ndërhyrje, pardon my friend. Për këtë sqarim për publikun. Nuk arrita të isha prezant në studio, po besoj do kemi mundësi dhe raste të tjera. Të urojmë gjithë të mirat edhe sa më shumë sukseset. Përshëndesim fort. Gjibani ka bërë një reagim në fakt, Niko, nuk e dija, e ke ndjekur në rrjetet e tij sociale, duke shprehur mirënjohje, le të themi, dhe një farë falenderimi për Loredanën, e cila dje pyeti nëse ishte mirë me shëndet babai i Gjibanit apo jo, dhe kur e mendon ishte e vetmja që u kujtua për të bërë një pyetje të tillë. Edhe i gjesti më duket ka qenë momentin e parë të daljes. Po. Këto të dy vetëm janë interesuar, po mua ma bit gjithmonë Xhibani se na ka shkruar ai imazhi i të fortit, i në thojnë za gangos, edhe gjithmonë del me një status emocional. Po është emocional, ka treguar që është emocional. Nga fore pra. Është gafore, nuk e si ishte shpreha e gaforeve, të plagosin por nuk të vrasin. Nuk të vrasin, po, e vërtet. Rozana është gafore, Gjibani. Kë kemi tjetër? Këta të dy ishin. Këto të dy më duket. Gafore, po, këto të dy janë gafore. Duket se dhe kryeministri jon Edi Rama është gafore, duket. Ja, prandaj po korrik gafore apo? Po. Korrik, të vret ai, ja. Plagos. Ja, na plagosi me TikTokun. Po nuk na vrau. Çfarë nuk të vret? Të bëhet më të fortë Niko Komani. Gjibani publikoi edhe një foto të babait të tij para pak ditësh që donte në një farë mënyrë të tregonte që është mirë tani. Me lejen e tij thoshte në status, në story që ishte e vërtet, jo thjesht që është mirë, por që ishte e vërtet sepse shumë aludonin se ishte gjitha një skenim i produksionit dhe prandaj donte që të tregonte që çdo gjë që kishte ndodhur ishte reale. Po janë disa komente në fakt, ne e folëm pak më parë që bëjnë nga këto aludimet, nga këto konspiracionet, bëhen skenarist, autor, domethënë ndërtojnë vetë. Dhe ne shqiptarët po sfumit që konspiracion brenda nuk ka. Për shembull është komentuar dhoma e bardhë, duke nxjerr foto të vjetshme, dhe thonin do kthehet Egli. Për pijamet e Eglit janë ato të Eglit, ajo i vishte me kuadrata dhe atletet e bardha janë të nuk e di ca komente. Një tjetër konspiracion për shembull që dita e djeshme e prezantimit Rizartës edhe klipi i saj ku ajo tregonte, jo po, më fal. Po. Që ai tregim bëhet për dhomën e rrëfimit, që ta theksojmë të gjithë. Pra ai lloj tregimi dhe ajo mënyre të treguarit të gjërave dhe etapat se si tregon është për dhomën e rrëfimit. Për dhomën e rrëfimit, po. Kështu që nuk mendoj që ishte aq e madhe sa u bë, që thonin jo po u shfrytzuai moment, jo, ishte një moment shumë personal. Shikoj, po mendoj që ka qenë me psikolog. Un kam qenë pjesë e një reality show dhe ato biseda kanë qenë të përditshme. Pra, se ti tregon, e di, se dhe unë e di për shkakun që ti kur ishe ngarkuar doje të shkojnë dhëm trafimin, mund edhe të qaja aty. Dhe nga një muhabet del tjetri, bravo. Dhe nuk mendoj që ka qenë me psikolog, por ka qenë një bisedë midis vllait madh edhe Rizartës. Po u bë shumë e madhe në atë moment. U bë shumë e madhe duke e nxjerrë si viktimë. Ndërkohë, nga ajo gjë, unë mendoj se Rizarta duhet ditë nga gjithë ne si fituese.
Pak më ashtu e pas të sytë e mi, domethënë feel love të jesh. Unë mendova sepse një vajza që artikuluar, e shkolluar, sepse në fillim kur hyri është thënë që është nga vajzat e ekselencës. Dhe nuk mendoj që duhet të flitet apo të trajtohet në këtë farë siç po komentojnë si gjuna, sepse në fakt ajo tregoi dhe ishte një mesazh shumë i fortë që edhe kur ti mund t'i kesh gjithë ditën prindrit në punë, të cilët sakrifikojnë, nuk ta japin atë dashurinë ndoshta që ti ke nevojë në momentet e tua, sepse nuk janë aty, sepse po mundojnë që të mbajnë familje në këmbë e gjëra të tilla. Si këto ti ja ke dalë, ti ke studiuar, ti e bërë një vajzë shumë e mirë, artikuluar, edhe njerëzit po të njohin në një tjetër dimension. Dhe ti e rizarta se në botën e Instagramit unë rizartin e njëja para Big Brotherit. Pra, unë nuk e kisha parë asnjëherë me të drejtën. Ka patur këtë stilin, nuk është se po hiqet si një vajzë e mirë apo e urtë. Në Instagram ka mbi një vit e gjysmë që ndjek. Gjithmonë ka qenë kështu, është shumë solare. Është rizarta, ka disa momente që mua më pak nervin, po kur bëhet si zysh. Okej. Që do t'japi leksione. Po bë atë la enat, këto gjëra nuk por nuk i duron dot rurim, por që është edukuar është shumë, se edhe mënyrën kur të urdhëron ka më shumë edukat. Me shumë finesë. Me shumë finesë, as thot kapi laj bëj. Vjen aty të bezdiste, ka po prapë me shumë edukat. Po prapë është me edukat. S'kemi Paloma me vete që tha. Paloma. Jo. Paloma e bëri për 2 lekë, po gjithsesi. Pastaj mendoj që mund të ketë diçka në mendjen e saj, të gjithë kanë hyrë me diçka në mendjen e tyre për të luajtur në Big Brother. Ajo gjë i eci, tani po merr atë rrugë, nuk mund të ndryshosh rrugë kur ti je futur gjës, mendoj. Edhe vizualisht do të thonë se e këndshme, si vajzë. Po. Këndshme. Ka vajzat e bukura aty. Pra Arbër hyn tek direkt. Arbër direkt unë pyetjen hyn tek preferencat e tua sa i përket vajzave. Flas nga aspekti fizik, por edhe intelektual, se është goxha e formuar. I ke qejf dhe të zgjuara, që ta sqarojnë. Jo vetëm TikToker. Trupit gjykues. Që ta sqarojnë si muhabet. Flas para trupit gjykues. Se të ka dal nami që i do vetëm të bukura. Preferenca bjonde apo brune? Ja nuk i ndan. Bjonde, mendojmë bjonde. Arbri? Po. Ja, edhe brune. Pse unë edhe brune. Unë kam parë diçka. Si tregon shoqes tënde spiune, vetë sinqert në të njëjtën kohë. Ishte mirë me ato mobetet me rrëmbime me pistoleta. Po mirë ke. Përpara se të na rrëmbej Elona Duro, ndjekim pak publicitet dhe do të na bashkohet për pak një tjetër bjonde karizmatike e kësaj studioje dhe e Top Albania Radios. Jemi drejt fundit të programit dhe pas pak minutash në këtë studio do të vija Tsunami. Uragani. Harabelli. Stormi. Elona Duro sot ka të ftuar Liamin, do të komentojnë të gjitha ngjarjet dhe çfarë ka ndodhur në Big Brother. Edhe dëgjoni pas pak minutash Big Brother Radio, sepse ne jemi në fund. Niko, ishte shumë i mirë shënime nga këto që tham. Pra dinamikat tona edhe në ndryshojnë nga javë në javë Arbër. Pra një javë është Gerta në vend të parë, pastaj del Rozana, këtë javë kemi Danjën. Të shohim se kush do të na impresionoj, të na më gjeps javën tjetër. Para se ta mbyllim emisionin, dua të përshëndes kudo që të jetë Lej Krajon. Të mungoj sot. Dira mungesën e saj sot edhe. Të mungoj Lej sot. Është vërtet, Lej. Mos e bëjmë atë. Arbri të do. Dëgjojmë të mërkurën tjetër. Faleminderit shumë që na ndoqët dhe dëgjim të këndshëm të Big Brother Radio pas pak me Elonën.